7 vepra. Ai I cili punon këto 7 vepra, ka thonë Muhamedi alayhi salam, ka me rjedh shpërblimi tyre, këtyne vepra, edhe në qovë se është në varr pas vdekjes tina. E para, ka thonë Muhamedi alayhi salam, një dituri që a mëson tjerëve, mëson dhe a mëson tjerëve. Do më thonë, qka dish prej dijes, ja mëson shahadetin, ja mëson një sure, ja mëson një lutje, qka do që din, monomi a mësu njerëzve, e vladve tu, njerëzve, kush do që ngon prej teje, monomi a mësu. E dyta, e ban të rjedhë shumë një lumë. Nuk do më thonë që do të me kanë lumë I madhë. Edhe në qofë se e merë prej atjet, edhe e bjen me një cev, edhe e lëshan rejudhe, kjo llogaritet një gjahet tjilë. Do më thonë, e bart ujnë prej dikuhit tikon, ku ju ban dobi njerëzve, edhe kafshve, edhe krej gjallësav. Për shembull, e çon një ujë në përarat e tua, edhe e shkep manej të fqinjit të tu, edhe e ban të rjedhshëm një ujë që nuk u ka një rjedhshëm, ka pas ujë atje poshtë, e lumi, mirë po ti e ke marrë ke pruk nena. Me çfarë do forme që e merë? Kjo është vepër për të cilën ti ki shpërblime, ose e hap një bunar. Shef këtu dallojnë, do më thënë, ndodhë që ti e hap një bunar, po ujë është vetëm aty, e ndodhë që një ujë e lën të bunarit, tjetërën e qënë manej, të udha, të katuni, shohen hajrë këtë njerëzit pitina. Do më thënë, në qo se e qelë një bunar, ose e bajnë të rjedhshëm një lumë një ujë, kjo është prej gjanave që të vjen shpërblimi edhe pas vdekjes tane. Ose e mjell një hurme, një pemë. Çfarë do pemë që e mjell që është të dobishme? Qoftë edhe në qoftë se është vetëm hija sajna, mjafton, ti e ke mjell për mi u bë dobi njerëzve, por derisa njerëzit shohin hajër prej sajna, ty të vjen shpërblimi. Ose e ndërton një xhami. Merr pjesë në ndërtimin e një xhamie, por derisa ka njerëz që e thirrën ezanin, falën, lutën, folin hajër në atë xhami, ty ka me ta shpërblimi edhe në qoftë se pas vdekjes tane. Do më thënë, edhe në jetën tane, mirë po edhe pas vdekjes tane ka me vazhdu, derisa të vazhdon ajo xhami me kanë aty. Aty nashta me pak pare ke marrë pjesë në ndërtimin e xhamisë, ose e ke ndërtu vetë, që është edhe më herë. Qysh ka thonë Muhamedi alayhi salam, ai I cili e ndërton një xhami, Allahu e ndërton atij në një shtëpi në xhennet. E gjashta, u alen trashëgimtarëve të vet njerëzve një Kur'an. Thotë që Kur'ani jam të esat kum lecu prej ti, sot moni me lecu jo. Po ala këtë Kur'an. Gjo që neve nuk nashkon me ja me alan. Ja alen një Kur'an. Dhe sa njerëzit lexojnë antarët e familjes tane, po edhe në qofë se alen një xhami, edhe njerëzit lexojnë prej ati Kur'ani, ty ka me ta shpërblimi. Dhe sa njerëzit lexojnë për tina, sot ekziston. Edhe shtata ose e len një evlad I cili lutet për ty. Pasars tanën. Djali djalit, qike qikës. Qike qikës, djalit. Kush da që lutet për ty, prej pasarsve tu, pasi që ti veç e ka njeri mirë, u hakelani Kur'an, u hakelani pasuri, e cila ju ka bëha dobi atyne, u hakelani një fjallë të mirë, u hakelani ndherë të njerëzit. Edhe lutet haj, për babgjyshin e vetë, për gjyshin e vetë. Në hakelani këtë respekt, këta së në fitojnë na, krejt jetën tonë me punu së në fitojnë këtë respekt që në hakelani baba, ose së në mësojnë a këtë dije që në ka mësu baba. Edhe lutën për ty, derisa ata lutën për ty, ty të vjen shpërblimi me lejan Allahut Azza wa Jall edhe në qoftë se pas vdekjes tane. Elusëm Allahun Azza wa Jall më na bëj për muslimanët mirë.